televizioni, krejt vajzat që sot punën në televizion janë nisë për botës modernizmit. Këtë sa di ki domethënë në rregull, unë vajzën time se kisha aktorë që bota më siç the edhe ti, nëse do mat hatri prindërit, na i fëmijë nesër nuk do ketë hap ku më arrit ai fëmia? Ai do ketë një hap për mas. Po për shembull baba i thotë jo bën doktoresh mos e bën modele. Po çede? Po, cila është tash e vërteta, cila është më e mirë? Atëherë më e mira, prindëri nuk ka prindër të keq i cili të këshillon për dalë në jetë. Të gjithë prindrit mundohen të nxjerrin një fëmijë sa më të shëndetshëm dhe të devotshëm dhe të jetë një fëmijë shembullor, sidomos për shoqërinë, sepse edhe shoqëria ndikon më shumë se sa prindëri tek fëmia sot, po të shikojmë. Se në qoftë se unë e këshilloj fëmijën tim, e edukoj, e arsimoj, dhe pasi ai del nga dera e shtëpisë, unë nuk e shoh atë. Dhe ai mund të ndikohet nga pjesa e shoqërisë. Po jam dakord, në qoftë se një fëmijë i cili është mbi 18 vjeç, është i vetëdijshëm dhe di të zgjidh se çfarë shoqërie duhet të shoqërohet dhe të rri me te. Por dhe këtu vetë prindri duhet të jetë pak kujdestar, të ketë pak kërkesë llogarie, sepse sot ka humbur edhe kërkesa llogarisë. Sot nuk